Një ngjarje e rëndë raportohet të ketë ndodhur në Patro të Italisë më 8 maj. Një 37 vjeçar shqiptar mbeti i vrarë si pasojë një konflikti që mbetet ende i paqartë. Siç shkruan La Nazione, viktim ka kjo ngjarje mbeti Vladimir Leshi. Në lidhje me vrasjen, janë arrestuar gjatë natës 2 të rinj, po shqiptar, njëri 17 dhe tjetri 19 vjeç. Ato kanë treguar para oficerëve të policisë se do takoheshin me Leshin për shkak të disa mesazheve që i kishin dërguar një vajze. 2 të rinjt thanë se ndërkohë Leshi kishte shkuar në shoqërinë e 2 burrave të tjerë. Sipas tyre, nga ai moment ka nisur një sherr që ka pasur një tentativë sulmi nga 37 vjeçari Leshi dhe shokët e tij. Dyshohet se të rinjt kanë ikur me vrap dhe më pas se kanë sulmuar 37 vjeçarin me një kaçavit derisa e vranë. Një goditje thuhet se i preku zemrën. Leshi u dërgua në spital për ndorroi jetë aty, pak kohë më vonë, si pasojë e dëmtimeve të marra. Autoritetet kanë urdhëruar që trupi i pajetës 37 vjeçarit t'i kryhet autopsia për të kuptuar më qartë dinamikën e ngjarjes. Po ashtu, janë sekuestruar kamerat e sigurisë me qëllim hetimet dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarjeje.